Muhamedi a.s. një ditë ju tha shokëve të tij, do të paraqiten 5 fatkeqësi për të cilat lusë Allahun xhaleshanuhu që të mos sprovoheni me ato. Cilat janë ato? Dëgjojeni me kujdes. E para është, thot Muhamedi a.s., nëse në një vend përhapet me të madhe dhe haptazi dhe publikisht imoraliteti apo zinaja, në atë vend Allahu xhaleshanuhu në formë dënimi do të çojë smundje të ndryshme, të cilat do të jenë të çuditshme dhe me emra të rinj, të cilat nuk kanë qenë të njohura këto smundje tek paraardhësit e tyre. A nuk jemi duke përjetuar këtë realitet të hidhur? E dyta është, nëse në një vend përhapet matja edhe peshimi i rrejshëm, njerëzit nëse peshojnë dhe matin e rrejshëm, në atë vend Allahu xhaleshanuhu në formë dënimi do të çojë sundimtar, zullumqar dhe tiran dhe diktator, të cilët do t'i dhunojnë këto popuj të cilët matin dhe peshojnë në rrejshëm. E treta, thot pejgamberi a.s., thot kur muslimanët do të fillojnë të mos e japin zekatin, Allahu xhaleshanuhu do të ndërpres shiun dhe nuk do të bjerë shi. Edhe nëse do të bjerë shi, ato do jenë shira të dëmshëm në formë vërshimesh e të ndryshme të cilat do të shkatrojnë bereqetin e tyre. Thot gjithashtu, sikur mos të ishin kafshët, Allahu nuk do të lëshonte asnjë pikë shiu të njerëzit të cilët nuk e japin zekatin. E katra, thot pejgamberi a.s., nëse ummeti im apo një pjesë e ummetit tim do t'i thyejnë premtimet e dhëna ndaj Allahut dhe pejgamberit të tij, Allahu xhaleshanuhu në formë dënimi do t'ju çojë armiq të jashtëm, të cilët do t'i grabisin pasuritë e tyre. Kjo ndodh haptazi dhe publikisht në vendet, sidomos në vendet arabe. E pesta dhe e fundit, thot pejgamberi a.s., nëse ummeti im do të fillojë të gjykojë përpos me librin e Allahu xhaleshanuhu dhe përpos me urdhrat e pejgamberit a.s., Allahu xhaleshanuhu në formë dënimi tek ata do të shtyjë në zemrat e tyre urrejtjen dhe përçarjen në mesin e tyre. Kjo është gjithashtu fatkeqësisht një realitet të cilën po e përjeton ummeti Muhammedit a.s. Lusim Allahun xhaleshanuhu që mos t'i arrijmë plotësisht këta 5 sprova apo 5 gjëra dhe të na shpëtojë nga këto sprova inshallah, dhe të rikthehemi dhe të gjykojmë dhe të jemi më të vetëdijshëm ndaj urdhrave të Allahut xhaleshanuhu dhe të pejgamberit a.s. Wassalamu alaikum.